Bordi i transparencës ka rritur sërish çmimin e naftës dhe benzinës. Tashmë nafta duke nisur që nga ora 14 do të shitet 4 lekë më shtrenjtë, ndërsa benzina me 5 lekë më shumë. Nafta shitej 202 lekë, ndërsa duke nisur nga mesdita e ditës së shtunë arriti shifrën 206 lekë. Benzina përpara vendimit të Bordit të Transparencës shitej 176 lekë, e tashmë do të shitet 181 lekë. Çmimi i shitjes me pakicën në produktit gazoil i standardit SSHN 590 duhet të jetë jo më shumë se 260 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 194 lekë për litër. Çmimi i shitjes me pakicën në produktit benzinë dhe standardit SSHN të jetë jo më shumë se 181 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 169 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga Bordi do të hyjnë në fuqi ditën e shtunë, datë 25 ora 14 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes, thuhet në njoftimin e Bordit të Transparencës.